Sot Sali Berisha ishte ndelir. Në procesin gjyqësor ku ai është i akuzuar për korrupsion masiv si ish kryeministër, ai mendon që ka arritur një fitore të vogël. Gjykatësia e Sauliri, kushira e parë e deputetes Tit Fushkrues, do të thras Edi Ramën të dëshmojë me cilësinë e ish kryetarit të Bashkisë Tiranës për procesin e lejes kompleksit e ish shubi Partizani. Kompleks i cili bëri që dhëndri i tij të kthihej brenda natës me 35 milion euro më shumë. Berisha, dosja e cilit është tashmë e përfunduar dhe në tryezën e gjykatës së Sauliri, u lirisë sot se mezi po priset përballë me Edi Ramën sallë, duke premtuar se do të shkonte edhe vetë fizikisht, një gjë që deri tani nuk e ka bërë në asnjë seancë. Me një fjalë, Elsa Ulliri, e cila do mbahet mend si gjykatësia që liroi nga masat e sigurisë edhe Maltezin edhe Berishën, bëri ato që nuk e bën shqiptarët për 14 vjetësh, të ulet Edi Ramën te niveli i idhullit të saj personal. Kjo është drejtësia e re. Sigurisht që barazia e paraligjit është parimi kryesor i drejtësisë ndershme. Në këtë sens nuk ka asnjë problem përse dhe kryeministri mos shkojë dhe dëshmoj. Kujtoj, ai shkon dëshmon. Ndërsa Sali Berisha vazhdon dhe mbetet i pandehur dhe këtu nuk ndryshon asgjë. Por mënyra se si sillet kjo gjykatëse lë pak dyshim të mendosh se vendimi i saj nuk është marrë tashmë në kokën e saj. Ndërkohë sot, në një tjetër përpjekje të dëshpëruar për të vënë drejtësi mbi gjakun e një piti, vrarë nga Garda e Republikës, Mark Nika kërkoi që kuvendi të shprehet me një rezolut, ku të paktën të kërkojë një zëri hetimin e pakryer për krimet e 21 janarit. Sërish, edhe kjo është drejtësia e re. Mark Nika në fakt ka trokitur në derën e përgjegjësve real të kësaj situate te socialistët. Ata bën reformën drejtësi dhe ata duhet paguajnë dhe kusuret e saj. Por gjithsesi kjo nuk do të jetë përballja vetëm me Sali Berishës në gjyq. Drejtues dhe ish drejtues klubit Partizani do të përballen me të në mega procese në gjykatën e posaçme. Dikush mund thotë se nuk mund shpresojmë se do ndodhë diçka e re, sepse Sali Berisha ka patur deri tani sukses të intimidojë, shqetësojë, kërcënojë, shantazhojë gjykatës, prokuror, avokat, dëshmitar, gazetar. Dhe prishmëritë se dikush do të mund t'i ri atij përballë dhe t'ia plas në fytyrën e tij të rrudhur nga këqijat që ka brenda, janë tulta. Por nga ana tjetër, Sali Berisha është realisht në pikën e tij më të ulët, i izoluar ndërkombëtarisht, i braktisur nga protestat e tij si kukut i Biçidolit, i tallur nga të vetët prapa krave, i akuzuar jo më larg se mbrëm, si i smur psiqik nga Ervin Saliani, ai është sot targeti më i lehtë për t'i ndenjur përballë. Dhe një prej dëshmitarëve të thirrur në këtë proces premton të bëjë pikërisht këtë. Edhe me parolaçën do të jemi pas pak në Real Story. Sigla.